Plani I mirë organizuar I Bledar Selmanajt për t'u aratisur nga burgu I dështoi për herë të tretë. I akuzuar për vrasjen e shokut të tij Giuliano Bullari, Bledar Selmanaj, I cili ndodhet në paraburgim që prej vitit 2021 çau me grushte murin e qelisë. Burime zyrtare nga Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve thanë se Selmanaj, pasi mbështolli duart me peshqir dhe çarçaf, goditi murin e qelisë në katin e parë, duke hapur një të çarë në të. Pas kësaj ai ka dalë në oborrin e burgut dhe është ngjitur në tarac nëpërmjet tubave të kullimit. Aty Selmanaj kishte një litar me të cilin do zbriste duke vazhduar arratisjen. Për rastin reagoi zyrtarisht edhe Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve. Gjatë ndalimit I paraburgosur I ka kundërshtuar me forcë punojësit e policisë së Burgjeve. Aktualisht ai është I akomoduar në dhomat e veçimit deri në përfundimin e veprimeve hetimore për zbardhjen e plotë të kësaj ngjarjeje. Ky shtetas ka tentuar edhe 2 herë të tjera të arratiset nga institucionet e ekzekutimit të vendimeve penale në Shqipëri përmes veprimeve aktive. Selmanaj akuzohet për vrasjen e Giuliano Bullarit, ngjarje ndodhur në 2021 në aksin Vlorë-Babic. Sipas ekspertizës, ai u qellua me 3 plumba nga pasagjeri, ku njëri prej tyre e ka kapur në kokë dhe I ka shkaktuar vdekjen e menjëhershme. Shkak për vrasjen e të riut dyshohet jenë bërë prishja e pazareve të drogës. Autori dhe viktima njihen së bashku teksa kanë qëndruar në një qeli dhe më pas kanë vazhduar me pazaret e drogës edhe jashtë. Selmanaj I paraburgosur është në pritje të dënimit teksa prokuroria ka kërkuar për të dënim për jetë.